Përshëndetje Flamur, mirë se keni ardhur në bisedën që do bëjmë bashkë për Agrobor. Kompania që ju përfaqësoni. Me çfarë merret? Shkurtimisht. Faleminderit shumë për intervistën. Kompania jon Agrobora është themeluar në vitin 2015, merret me ndërtimin e serave në fushën e bujqësisë, me instalimin e panelave solar, me instalimin e sistemeve automatike të ujit dhe ushqime automatike me software dhe inovacione të reja të cilat dalin në sektorin e bujqësisë. Atëherë ju keni marrë pjesë në panelin e fundit të tretit dorë në Lushnjë. Çfarë prezantuat atje? Po na ishim prezantues të sera. Realisht këtë radhë morëm pjesë vetëm me sera, pasi që tjetër e solareve dhe e softverave i prezentum vetëm me broshura edhe me intervista direkte me fermerët. Kompania jonë vitet e fundit ka investuar në teknologji më të avancuar, edhe na sot ndërtojnë sera të cilat janë modeleve më të fundit, të cilat janë modele italiane, spanjolle ose izraelite. Na jena të lidhur direkt me fermerin, i plotësojmë kërkesat e fermerit dhe gjithashtu i japim garanci fermerit për punën që bojna dhe për cilësinë e serave. Çfarë ka ndryshuar në teknologjinë e serave? Sot duke e krahasuar me 20 vite më parë, sot kena sera shumë të avancuara. Sot po bëhen sera të automatike, me hapje automatike, kontrollimin e temperaturës, po bëhen me rjeta anti-insekt, anti-trems, po bëhen me panela diellor të cilat e ulin kostën e prodhimit edhe e sigurojnë në fermerin që të ketë një energji të vazhdueshme në serë. Gjithashtu po investohen sera të cilat për fidanishte që janë specializuar për fidanishte që sa më shumë të ulin kostën e prodhimit dhe të rrisin rezultatin edhe në cilësinë e produktit. Kemi një model sere po themi në Shqipëri totalisht modern, si këto që keni ju. Po, në Shqipëri vitet e fundit edhe Ministria e Bujqësisë, edhe i porti ka po investime të mëdha, të cilat e kanë ndihmuar fermerin që të investon në teknologji më të avancuar, që t'ja lehtëson punën dhe t'ja ul kostën e prodhimit. Në Shqipëri vitet e fundit kanë filluar të bëjnë investime të mëdha, duke po rëndësinë e kultivimit në